A janë me të vërtet pushimet në Shqipëri të shtrenjta? Në këtë video do të flasim për akomodimin, plazhet, ushqimet dhe aktivitetet që mund të bëni. Një dhomë në Vlorë kushton nga 30 euro deri në 120 euro dhe në jug çmimet rriten në sezon. Ndërsa në veri, si Shëngjin apo Velipoj, mund të gjesh akomodim duke filluar nga 20 euro deri në 50 euro nata. Ndërkohë që flasim për shezlonet, në Ksamil shezloni më i lirë ishte 10 euro. Ndërkohë, në disa vende arrin deri në 50 euro. Por në Durrës, Velipoj apo Shëngjin, shezlonet fillojnë nga 5 euro deri në 15 euro. Në Shqipëri ka dhe plazhe publike, të cilat mund të vendosësh çadrën falas. Për ushqimin në restorante, një pjatë kryesore në Bregdet kushton rreth 16 euro personi. Por në një restorant lokal mund të gjeni lehtësisht dreka me çmime më të lira. Shmangni në vende turistike dhe hani më mirë dhe paguani më pak. Ndërkohë, për aktivitetet, një xhiro me varg në jug fillon nga 10 euro dhe mund të shkojë deri në 25 euro personi. Dhe kjo varet nga destinacioni. Gjithashtu në Dërmi, ju mund të gjeni edhe scuba diving, ku çmimi varion nga 50 euro për person. Ndërsa në veri mund të gjeni hiking në theth, ku çmimi varion nga 35 euro për personi, ose mund ta bëni falas. Ndoshta kjo është gjëja më e bukur që mund të bësh në Shqipëri. Shqipëria të jep më shumë se sa mendon nëse diku të shkosh. Po eksperienca juaj me pushimet në Shqipëri, si ka qenë? A ja vlen ende?